Mirëmbrëma dhe përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Miqtë e mi, po ju pëlqeu në fund kjo video, bëni një subscribe. Sot është e martë, data është 24, muaj është i 3 i vitit 2026, vit që po e shkelim gati 3 muaj. Dhe sot ka vluar Maqedonia. Po sërsisht raportet ndërretnike lidhur me zbatimin e ligjit për shqiptarët në Maqedoni, qofshin ato gjuhësore apo edhe të punësimit dhe kështu me radhë. Do ndalet në fillim me mbrojtjen e punës tonë, pra të gazetarëve. Në mbrëmje, kryeministri i Republikës së Maqedonisë, Mickovski, ka bërë një skandal. E ka quajtur cirkuzant gazetarin shqiptar Nevri Ademi. E dini pse? Sepse ai e pyeti ministrën dje drejt për së drejti kur ishte në Tetov në promovimin e asaj që quhet 5 milion euro në hava të shkollës së mesme në Tetov, dhe vazhdojmë të quajmë bujqësore, ato i thonë profesionale moshapiade. Si se mam prevëduveshmërisht? Ti ka jak Maqedonia Shtetove da zamash prevëduveshmërisht? Не ми треба, аз не знам колко му трябва преведувач в Македония да знае македонски язик. Këtu ministresha e ka huqur ketë. E dini pse? Sepse në Tetov, të kryetarët e komunave, të cilët pa marrë parasysh kur kanë qenë, duke filluar nga vitin 2002 e këndej, të gjithë dikush ka përkthyer edhe në maqedonisht gazetarëve, maqedonas prezent në konferenca për Shqip. Të edhe Bilali e ka bërë pa përkthimin e të tjerëve, vetë ka bërë. Dhe Nevri Ademi me të drejtë ka kërkuar, sepse Tetova është 90% shqiptare. Kjo që e vetojnë Bilal Kasam, 90%. Dhe shumica e tyre, mos them 70 apo 80%, janë shtëpiak familjar dhe nuk e njohin aq mirë gjuhën maqedonase, pra u duhet një përkthim. Ashtu siç bëjnë Bilal Kasami përkthim nga shqipja maqedonisht për gazetarët e opinionin maqedonas. Pra, këtë kërkoi Nevri Ademi, që të ketë një përkthyes, i cili do ta përkthente ministrin e arsimit çka thot maqedonisht në shqip. Dhe unë do i tregoj edhe Nevriut, edhe ministreshës një ndëdhim javë të interesant nga shërbimi ushtarak vitit 87 në Kumbor, Herceg-Novi. Një djalë i ri nga Kosova nuk njifte mirë gjuhën serbo-kroate. Dhe e pyesin ushtarakët, cilët janë gjuhët e huaja që i njeh, edhe ai fillon serbo-kroatisht. I shkreti 6 muaj përfundoi në burg. Serbo-kroatishtja për ushtarakët e Jugosllavisë, pra ushtrisë JNA-s, ishte gjuhë vendore, jo gjuhë e huaj. Por hyni dhe lexoni sa gjuhë të nënës ka njeriu. Një e ka, mirë tha ai ushtarak, por i bëni 6 muaj. Tash këtë duan të ne kthejnë nga koha e Serboslavisë, Mickovski dhe ministresha e arsimit. Përkthyes ministresh, pra Nevriu kishte plot të drejtë, por nuk kishte të drejtë kryeministri i cili e sulmoi sonde. Dhe heshtën. Deklarata e kryeministrit Kristian Mickovski ndaj gazetarët Nevri Ademi nuk është thjesht një reagim nervoz, është një mesazh i rrezikshëm për lirinë e medias. Kur një gazetar bën pyetje publike ndaj ministrës Vesna Janeska dhe përfundon i quajtur dhe i etiketuar si cirkuzant, kemi të bëjmë me përpjekje për delegjitimim, jo debat. Kjo nuk është përgjigje politike, është ulje niveli. Dhe unë sa e njoh Nevriun, a e njoh shumë. Nevriu prap do e pyet, ma merr mendja se do e pyet prap ministreshën nëse vjen edhe një herë tjetër se a ka marrë përkthyes për Tetovën. E ka obligim ligjor ministresha. Nëse jo, ata thuj se shumë njerëz marrin punë dhe rinë kot në për ministri. Ja, ke në Ministrinë e Arsimit përkthyes nga shqipja në maqedonisht, nga maqedonishtja në shqip. Merri një dhe eja. Më problematikë është heshja e shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, cilët heshin ku një gazetar sulmohet publikisht nga pushteti dhe organizata që duhet ta mbrojnë nuk reagon, atëherë lind pyetja, apo mbrohen gazetarët apo vetëm të përzgjedhurit maqedonasë. Cili është thelbi i problemit? Kryeministri shmangu pyetjen dhe më lehta ka sulmo gazetarin. Gazetari etiketohet për të humbur kredibilitetin. Shoqata hesht duke normalizuar presionin politik. Kjo krijon një klim ku gazetarët vetë cenzurohen, sidomos kur janë kritik ndaj pushtetit ose kur vijnë nga media dhe komunitete më pak të favorizuara. Mesazhi që duhet të dalë, nuk ka rëndësi nëse pyetja është e provokuese apo jo. Gazetari nuk është aty për të pëlqyer pushtetit, është aty për ta sfiduar atë. Dhe në momentin që kryeministri zgjedh fyrën në vend të përgjithës, ai humb debatin. Nëse një
gazetar quhet cirkuzant, sepse bën pyetje, atëherë problemi nuk është gazetari, është pushteti që nuk duron pyetje. Këtë e kishte deri para disa kohë edhe Bilal Kasami. Ndaj Nevriut, ndaj meje shumë të tjerë, nuk na thrishin për konferenca dhe refuzonin të përgjigjen pyetje. Pra dëgjot, kur një gazetar quhet cirkuzant sepse bën pyetje, atëherë problemi nuk është gazetari, është pushteti Bilal që nuk duron pyetje. Pra, jo që e huqi, po e menderosi kryeministri sonte. E menderosi. Dhe unë do të ndalem edhe një pyetje tjetër. Çfarë lypi sonte kryeministri në gjykatën kushtetuese? Me vete kishte marrë edhe për të mbuluar se gjoja se ka qenë në një vizitë protokolare, ka marrë edhe përfaqësuesin e Bashkimit Evropian. Ata dini sa mërziten, ato e kanë detyrë të shkojnë ku të thrasin sepse e kalojnë ditën. Si dërse të rrogën, edhe atë çfarë rroga. Atëherë unë shtroj një pyetje, çfarë bën kryeministri Mickovski në gjykatën kushtetuese bashkë sot? Në kohën kur atmosfera po nxehet lidhur me Badenderin, Konstantinovski, kryetari i gjykatës kushtetuese, në prezencë i tha, nëse do kemi Badender në gjykatën kushtetuese, atëherë më mirë ta mbyllim, më mirë është ta mbyllim, që nuk ka ndeti do e gjesh në tavolinë. Për tema që kanë të bëjnë me çështjet etnike. Аз бърз так го имам кажено. Такъв механизъм е съответен за политически органи, като ще е събранието. И е здрав механизъм. Međutim, v institucija kako što je Ustavni sud, koja je čisto pravna institucija. Tu nuk e flet vërtetën, sepse më vonë do dëgjoni për pak edhe antarin shqiptar të gjykatës kushtetuese, profesorin e nderuar Osman Kadriun, i cili flet krejt diçka tjetër. Pra këtu ka mbi votim, edhe atë në baza etnike, 7-2, 9 pjesëtar ka gjykata kushtetuese, njëri është i nacionaliteteve, emrin e ka Fatmir, nuk do e përmendim mbi emrin, por është nuk flet shqip. Dhe pra dy janë shqiptar. Kjo është merit e BDI-s që e sollën Fatmirin dhe vazhdojmë më tej, pra. Поведуване на механизъм може би си бил брутален, ама си кажа по-добре да се затвори институцията, тук да се въведе такъв механизъм. Në rregull, le të mbyllet. Shohim si do funksionojë shteti. Anarkinë mezi se e presin edhe nga VMRO edhe nga Vlen. Защо? Zato što u toj slučaj nema pravните аргументи. Por me këtë qëndrim të Konstantinovskit nuk pajtohet edhe vetë gjyqtari i kushtetuesis Osman Kadriu. Ai në një intervistë për Kohën tha se metoda e marrjes së vendimit duhet të ndryshohet, respektivisht të futet Badenderi edhe në gjykatën kushtetuese sa më shpejt të jetë e mundur. Duhet patjetër të ndryshohet ju lutem mënyra e vendimarrjes dhe mënyra e votimit. Edhe kemi thënë, asesi është nonsens i kulluar që të mundet gjykata kushtetuese me shumicë të thjeshtë, domethënë me vetëm minimum 5 anëtar, të vendosë për ligjet që sjell parlamenti me shumicën me 2/3, domethënë 50 vetë. Te 10 votë domethënë votojnë për. Ose ligjin që miratohet me Badender, ato nuk mundet të abrogohen nga gjykata me 5 vota. Këto duhet të intervenohet në kushtetues sa më shpejt të parashikohet një shumicë të politikanëve jonë për të përdorin termin shumicën e Badenderit. Përveç vendos Po pra, profesori kishte të drejtë. Mirë po, kush i del zot profesorit? Kush i rimbas? Askush. Profesori e bërin punën si një intelektual. Unë kam punuar me profesorin dhe edhe një herë tjetër në këto video paraqitjet e mia e kam përshëndetur për guximin. Profesori e ka guximin, por nuk ka përkraje, pra nuk e ka shpinën e fortë. Në kohën e VDI-s nuk e kishte përkrajen, po ashtu tash të Vlenit as që më diskutojmë. Vleni me qëllim bën shantazhime lidhur me partinë, formimin e partisë që të rriqet vëmendja në këtë anë, jo në anën ku shkelen liridhet të drejtat e shqiptarëve në kushtetues. A Mickovski e kishte marrë me vete edhe deputetin e VMRO-s Miloshovskin, por e kishte marrë edhe përfaqësuesin e BE-s në Maqedoni. Që të mbulohet gjithë kjo telashe. Dhe vazhdojmë më tej. Pra, unë nuk do isha Mesut Shabani, sigur mos isha ndër ata të cilët flas, por nuk e kam problem atë se a do marr ndonjë lek, nuk marr për askuj asnjë lek, dhe shqyr që nuk marr asnjë lek, jam shumë i ndërgjegjshëm për atë dhe çka flas, e flas por e flas për interes të përgjithshëm. Dhe sot deputetja e BDI-s, zonja Rina Hajdari,
ka dalë një deklaratë publike të shohim se çfarë thot lidhur me iniciativën ligjit për jurisprudencë në Shqip dhe pse është tërhekur sot. Kryeministri ishte shumë i qartë në deklaratën e tij. Kryeministri ishte shumë i qartë në deklaratën e tij, që në momentin që tha se ai do të dërgohet në Komisionin e Venedikut për të parë se a është i mirë ose është i keq ose të jap një lloj vlerësimi Komisioni i Venedikut për sa i takon kësaj. Nuk kam pritshmëri se do të rregullohet sepse ligji vetëm duhet të zbatohet, nuk duhet asgjë tjetër. Është ndryshe ajo qasja jonë që e kishim që rregullonim edhe çështjet e tjera teknike, po kjo formë, kjo qasje, unë mendoj se është tërësisht e gabuar, duke pasur parasysh edhe thash më përpara tendencën e vazhdueshme për këto 2 vite, duke filluar që nga zgjedhjet, nga fushata përpara zgjedhjeve parlamentare, që tendenca është e qartë, shfuqizimi i balancuesit dhe mandej edhe shfuqizimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve. Ju e shihni që në çdo instancë, në çdo nivel kemi reteruar për sa i takon të arriturave tona si shqiptar, duke qenë se jemi shumica më e madhe në vend, jemi shumicë shtetformuese, ne sigurisht se kemi të drejtat tona për të qenë, domethënë, komuniteti me të drejta kushtetuese për si të gjithë të tjerët. Po pra. Dhe jemi ende në politikë. Ja se çfarë thot Mickoski, a ka apo nuk ka hapësirë për hapjen e kushtetutës? Qeveria momentalisht nuk mendon për hapje të kushtetutës. Kryeministri Hristian Mickoski u shpreh i prerë për këtë çështje, ndryshime kushtetuese. Ndryshimi i kushtetutës është një çështje politike, e cila në këtë rast përfshin një çështje ligjore, domethënë nevojën që gjykata kushtetuese më në fund ta fitojë peshën e saj në vetë kushtetutën. Imagjinoni një gjykatë kushtetuese që nuk ka peshën e vet në vetë kushtetutën. Edhe tani kemi arritur në një situatë ku ajo që është një parë së kaluarës duhet të zgjidhet edhe ne do ta zgjidhim atë kur të krijohen kushte politike. Për momentin, kushte të tilla politike nuk janë krijuar. Po pra, dhe Bullgaria të pret. Kur çfarë pret? Mjegull. Pra, e tash do kalojmë në disa tema tjera, po ashtu që janë politike, por që kanë bëjnë me politikën ditore. Sot është data 24 mars, e përmenda në fillim. Dhe Komuna e Tetovës sot ka organizuar një veprim që ka nxjerrë administratën në rrugë për të pastruar. Kryetari i komunës Bilal Kasami. Nuk është dita e pranverës. Sot është 24 mars, dita e luftimit të tuberkulozit. Mbase këtë ka pasur ndërmend PR-i i Bilal Kasamit që të bëj gjithë qytetarët të vëmendshëm të jenë. Dhe më ka ardhur mirë që i kanë nxjerr, sepse kam parë disa njerëz të cilët dhe në shtëpitë të tyre nuk ngrenë një kasht e ku tash për interes të ngrishin bëshin që të duken kryetarit se sa më punëtor që janë. Dhe e dyta. Shqyqir që e pa dhe vetë kryetari se sa pislëqe ishin mbledh dhe kërkoj vetë dijen e qytetarëve të ngritet për pastërtinë. Këti ndërmarrjen komunale. Pra shqyqir që e pa se ndërmarrja komunale nuk ka pastruar asgjë për këto 6 vite sa je kryetar komune. Pra, ky veprim e Bilal Kasamit duket më shumë si PR se sa zgjedhje reale, thom unë. E dini ju se mbahemi mendshëm. Kur një kryetar komune nxjerr administratën në rrugë për të pastruar, zakonisht ka 2 mesazhe. Ndërmarrja publike komunale nuk po funksionon si duhet. Pra ndërmarrja publike komunale Tetov, nëse do ta bënte punën siç duhet, nuk do kishte nevojë për aksione simbolike me administratë. Sepse ishte dita e ekologjisë me 21 mars, nuk u bë asgjë. Ishte pastaj dita e ujit, nuk doli për asgjë. Tash doli, ky po krijon pra një 24 mars, kur dita ndërkombëtare 24 mars është dita e luftimit të tuberkulozit. Po kërkohet mbulimi i dështimit me aktivitet një ditor. Pastrimi i qytetit nuk bëhet me aksion në Bilal Kasami një herë në vit, por me menaxhim të përditshëm, sistematik dhe profesional.
Atë që them unë se asnjëherë nuk e pastroj qytetin me ujë teknik, me ujë nga lumi. Pra, transferimi i përgjegjësisë të qytetarët, mesazhi edhe qytetarët duhet të kujdesen është i drejtë në teori, por në praktik përdoret shpesh për të fshirë mungesën e rezultateve institucionale. Dalja në terren e Bilal Kasamit së bashku me administratën për të pastruar qytetin nuk është lajm për të duar tërkritur, por sinjal alarmi. Në vend që ndërmarrja publike komunale tetova të kryej detyrat për cilat paguhet, komuna detyrohet të improvizojë aksione simbolike. Një qytet që nuk mbahet pastër me fotografi dhe mesazhe motivuese, por me sistem funksional, përgjegjësi dhe llogaridhënie. Kur administrata del me qesën e dorë, pyetja është e thjeshtë, kush po e bën punën për cilën qytetarët paguajnë? Në fund, qytetarëve kërkohet ndërgjegjësim, ndërsa institucionet shmangin përgjegjësinë. Dhe kjo nuk është zgjidhje, është vetëm propagandë e paketuar si aksion, kurse Bilali punon diçka. Kur Bilal Kasami nxjerr administratën në rrugë për të pastruar, kjo nuk është sukses, është dëshmi se sistemi ka dështuar, sepse për këtë punë ekziston ndërmarrje publike komunale tetova. Ajo paguhet nga taksapaguesit qytetar, jo që administrata të marrë qese e fshesa për fotografi. Një aksion, një detor nuk e pastron tetovën, e pastron vetëm një menaxhim serioz, i përditshëm dhe përgjegjësi. Këtu nuk kemi asnjërin, kemi vetëm spektakël. Deri kur pushteti fillon të thotë qytetarët duhet të ndërgjegjësoni, zakonisht është momenti kur vetë pushteti mundohet të fshehë mungesën e rezultateve. Pra pyetja është shumë e thjeshtë. Nëse komuna dhe ndërmarrjet do funksionojnë siç duhet, a do kishin nevojë kryetarët të dalë me fshesë në rrugë? Dhe më ka ardhur shumë mirë. Bilal ke bën një punë për një kafe të qerasi, po më mirë dhe bëjmë ti paguaj kafen tënde pije vet, unë dhe paguaj kafen time dhe pije vet. Kur kom pa disa njerëz që të vinin mbas, të cilët në shtëpinë e vet bëjnë luftë për të treguar burrëri, para te u gjënjëzuan, duke mbledhur bërllokët. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë vendosi sonte që të japë qytetit të Shkupit 70 milionë euro për projektin e transportit të shpejtë me autobus BRT. Tetovës nuk i ndau asnjë cent. Dhe Tetova është komunë e madhe me 5 komuna rurale. Besoj se aq sa ka Shkupi. Do e bëjmë një krahasim. Gjeni një qytet tjetër në Maqedoni, cili është sa Tetova me gjithë këto komunat rurale. Gjeni. Dhe 70 milion euro. Projekti parashikon ndërtimin e dy linjave në Shkup, njëra linje prendim dhe dyta veriu. Prokurorimin e automjeteve BRT me dy sheme të ulët me CNG hibride, një sistem informacioni për pasagerët, stacione inteligjencë dhe integrimin e sistemit menaxhimit të trafikut në qytet. Kjo do zbatohet me një kredi për 70 milionë euro të mbështetur nga Bersh dhe qeveria do të transferojë këtë fondin në formën e fondeve të pakthyeshme të qytetit të Shkupit. U lavdrua zënës kryeministri dhe ministri të transportit Aleksandr Nikolovski. Ky që thotë se korridorin 8 do e kthejmë nga korridori 10. Shojmë, 22 prill u vin nga BE-ja. Dëshoj. Se çfarë do të jetë muhabeti. Dhe jemi nga fundi. Maqedonia për ditë më tepër po shtretohet çdo gjë, filluar nga derivatet e naftës, cigaret, gjitha gjëra tjera ushqimore. Në 2025, shtëpia më e shenjtë e shtytur në Maqedoninë të Veriut 1,5 milion euro. Pra sipas kadastrës agjencisë në komunën qendër në Shkup. Ndërsa banesa më e shenjtë e shtytur në lagjen aerodrom në Shkup për 166.500 euro. Pra, kjo që janë paguajtur nëpërmes xhillogarisë. Ndërsa lokali më i shtrenjtë i zyrave u shit në komunën qendër për 6.800.000 euro. Kushtas se Maqedonia nuk ka para. Unë nësë kemi ju e unë, kemi sa për nga një kafe që çdo njëri ta pyë për vete dhe ta paguaj për vete. Nuk kemi më ato evropianët që në llogarisnin se jemi dorë dhënë. Për fund, unë këtu ju përshëndes, dëgjoni nesër mbrëma, pra rini me mua dhe dëgjoni anën tjetër të lajmeve, jo ato që u ofron, sepse është shumë i çuditshme, shumë njerëz më takojnë rrugën dhe më thonë, "Për nga guximi, po guximi është brenda njeriu." Unë nuk paguam nga askush. Dhe e dyta, dikush duhet ta thotë të vërtetën në këtë qytet. Dhe e treta, që është më e rëndësishme, po ku sulmohet opozita? Opozita kishte sot vend për të sulmuar për shkak të heqjes së ligjit për korrespondencë, po duhet të sulmoheshin studentët të cilët shëtiten nëpër vlen dhe në fund shkuan në rasën të deputetët e opozitës. Pra, dikush i shoshiti dhe i mashtroi studentët lidhur me provimin e korrespondencës dhe sot doli se ajo është me ligj, por ligji duhet të zbatohet, jo të konkurohet prapë në gjykatë. Vëmëroi shtyri në një lojë që mirë që u ra në fund zhetoni. Edhe njerë, unë jam Mesut Shabani, ishte në podcastin Mesut Shabani dhe bëni një subscribe.